Policia e Bulqizës ka arrestuar drejtuesin teknik të subjektit minerar Eternal Security pas aksidentit tragjik në punë që i mori jetën 40 vjeçarit Ilir Kolaveri. Në pranga është vënë shtetasi Përparim Koçi, 63 vjeç, banues në fshatin Vajkal, i cili ushtronte detyrën e drejtuesit teknik në subjektin minerar ku ndodhi ngjarja. Sipas policisë, arrestimi u krye pas veprimeve hetimore të zhvilluara për aksidentin e ndodhur më 1 gusht 2026. Hetimet paraprake kanë ngritur dyshime se drejtuesi teknik nuk kanë zbatuar rregullat e mbrojtjes në punë, duke sjellë si pasojë aksidentin fatal. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë në industrinë minerare, një sektor ku rreziku për aksidentet mbetet i lartë. Organet ligjzbatuese pritet të vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e plota dhe për të verifikuar nëse janë respektuar të gjitha detyrimet ligjore për mbrojtjen e punonjësve. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër për veprën penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes vijojnë.